Ai që dohet të flas sot është si ndikon agjërimi në përndryshimin apo në ndryshimin e mendjes dhe shpirtit. Çfarë impakti ka agjërimi në ndryshimin e këtyre dy entiteteve, dy gjërave, të cilat realisht nuk janë të prekshme, nuk janë konkrete, bën diçka që mund të konsiderohen si metafizike. Dhe realisht kur flasim për mendjen dhe për shpirtin, ne duhet të referohemi shpalljes se Allahu Azza wa Jall, duhet të referohemi Kuranit, thënieve të profetit alayhi salatu wasalam, se siç e përmendëm nuk flasim për diçka që preket në dorë, nuk është diçka që ne e shikojmë. Pra janë dy entitete, dy gjëra të cilat i kapërcin limitet e ligjeve të fizikës, mund të thoja. Pikë së parë kur flasim për mendjen, ne duhet të referohemi shpalljes Kuranit familjarët dhe realisht Zoti në Kuran Krisnik thotë: "Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhanun yasma'una biha." فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. Zoti thonë njerëzit që të udhtojnë. Realisht ne jemi njerëz që kemi aktivitete ndryshme në jetën tonë, udhtojmë, shohim vende të ndryshme, takojmë me njerëz, njihemi me kultura të ndryshme. Dhe Zoti na fton që në këtë udhtim, përgjatë gjithë jetës tonë, njerëzit të informohen, të shikojnë dhe më pas të analizojnë. Por realisht në vargun kuranor Zoti nuk referohet mendjes, e cila është diçka që bën veprima aritmetike, konkluzione, si pasojë një veprimtarie të caktuar apo disa rregulla të caktuar, por Zoti i referohet diçka e tjetër. Dhe pikërisht ai thotë: "Fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha." Nuk kanë njerëzit zemra që meditojnë. Pra njerëzit le të udhtojnë, thotë, dhe pasi të informohen se çfarë bëhet rreth rrotullt tyre, a kanë zemra këta njerëz të cilët meditojnë? Pra Zoti atribon veçuria, atribon zemrës dhe jo mendjes. Fa inaha la ta'mal absar. Zoti thotë që nuk verbohen syt, por verbohen zemrat të cilat gjenden në gjokset tona. Pikërisht Zoti ndërtohet atyre njerëzve të cilët nuk kanë arritur të gjejnë drejtimin dhe udhëzimin e Allahut subhanahu wa taala. Dhe më pas Zoti thotë që syt nuk janë të verbuar, por realisht është verbuar zemra, sepse ndjesitë, ndjenjat e njeriut, disa komponentë të cilët lidhen me ndërgjegjen, veprimtarinë njerëzore, i kalojnë limitet e një lloj llogaritje aritmetike që është rezultati i mendjes, por se Zoti thotë që këto veprime që ju bëni duhet të zbresin poshtë nga mendja, të zbresin në zemër. Një fakt i tillë është edhe në një konflikt i cili ka ndodhur në kohën e Aliut radhiyallahu anhu, kur ai përshkruan ata të cilët lexojnë Kuranin dhe referohet fjalës pejgamberit alayhi salatu wasalam, ata nuk e kuptojnë Kuranin, thotë, sepse Kurani nuk ka zbritur tek zemrat e tyre, por ka mbetur tek fytyrët e tyre. Pra, nuk është thjesht një veprimtari leximit thjesht, por është diçka që duhet ta perceptojë mendja dhe më pas të arrijë në zemër që të reflektojë gjithë trupi. Në vargjet kuranore mendja ka disa atribute. Për shembull, aftësi meditimi, përgjegjëse për veprimet dhe vendimet që përcaktojnë jetën, strahohen pra këto atributet tek zemra e njeriu. Kështu që zemra është e përqendra e njeriu dhe ku ka zënë vend besimi i Zotit, por që është më e rëndësishme është fakti që i Madhi Zot aty hedh dhe vështrimin e tij, sikurse thuhet në fjalën e pejgamberit Muhammed alayhi salatu wasalam, Zoti nuk shikon në aparatën tuaj, por shikon tek zemra dhe tek veprimtaria që ju bëni. Entiteti i dytë që ka lidhje me atë që po flasim është shpirti. Në Kuranin famuljar Zoti thotë: "Yes'alunaka 'anir ruh, qul ruhu min amri rabbi wa ma utitu min al-'ilmi illa qalila." Ka ndodhur një ngjarje në kohën e pejgamberit alayhi salatu wasalam ku disa njerëz donin të referoheshin shpalljes të Kuranit apo donin mendimin e Islam se çfarë thot ai rreth shpirtit. Edhe më pas do të testohej pejgamberi Muhammed alayhi salatu wasalam, do të ishte ai dërguar i Zotit apo ishte thjesht një person i cili pretendon diçka që don të arrijë. Më pas Zoti shpall vargun lart përmendur që ty o Muhammed pyesin për shpirtin. Po thuaj që shpirti është një çështje që takon Allahut Azza wa Jall dhe shumë pak informacione keni rreth tij. Duke referuar disa thënieve të profetit alayhi salatu wasalam, dietarët e Islamit, të cilët merren në shkencat islame, kanë dhënë një përkufizim për afër se çfarë është shpirti. Dhe kanë thënë që shpirti është një krijesë për ndritur që lëviz në gjithë trupin tonë, në çdo pjesë saj, apo ti, dhe ky shpirt jep jetë njeriu. Por më shumë detaje nuk mund të flasim dot, as ne dhe asat të cilët janë të zotët e mendjes që kanë vendosur shkencat islame, sepse ju e se ynë, Allahu subhanahu wa ta'ala, esencën e shpirtit nuk ja ka treguar askujt, por e ka mbajtur të fshehtë. Si mund bëhet lidhja ndërmjet agjërimit dhe këtyre dy komponenteve apo dy entiteteve shumë të themelore të ekzistencës tonë që është mendja
e cila është në zemër, përgjegjëse për veprimtarinë tonë, dhe shpirti gjithashtu që është ai që na jep jetën edhe që na bën që të jetojmë normalisht si gjithë njerëzit. Atëherë ne duhet të referohemi shpallës Kuranit, ku Zoti më thotë në Kur'anin Bismillah, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ja ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ju që keni besuar, është bërë obligim agjërimi i Ramazanit, vargu kuranor i vi i njohur tashmë pra dhe ndoshta i cituar nga panelistët më parë. Në fund vargut kuranor Zoti thotë në mënyrë që ju tattaqun. L'ittiqa do të thotë që ti të vendosh një barrierë mes teje dhe mes diçka që nuk do që ajo të afrohet tek ty. Një lloj pengese. Në gjuhën arabe po ti referohemi gjuhës arabe, ittiqa ose taqwa do thotë pengesë, barrierë. Pra, nëse do ta përkthejmë literalisht fundin e vargut kuranor, i Malli Zot thotë la'allakum tattaqun, ndërkohë që ju të jeni të mbrojtur. Nga të cilat gjëra do të mbrohen? Do të mbrojmë nga hidhërimi i Allahut Azza wa Jalla. Sepse taqwa do thotë mbrojtje, dhe këtë mbrojtje na fton Zoti ta vendosë mes ti dhe gjithë atyre veprimeve të cilat ne na bën që të referohemi të ekspozohemi dënimet e Allahut subhanahu wa taala. Atëherë mendja dhe shpirti është nga njëra anë është një pjesë e ekzistencës tonë si njerëz, si krijesa, ndërsa trupi është pjesa tjetër. Mendja dhe shpirti prevalojnë mbi trupin tonë dhe japin mundësi atij që të bëjë veprime të dobishme apo të dëmshme. Por edhe trupi ka një detyrë shumë të rëndësishme që të ruajë këto dy entitete, pra shpirtin dhe mendjen, në të cilat fshihen apo banojnë brendësitë të trupit. Në vargun kuranor të lartë përmendur, i cili trajton agjërimin e Ramazanit, Zoti na fton dhe na nxit që me anë të agjërimit, i cili është një mekanizëm shumë efikas për ta ruajtur trupin ton nga shumë aspekte, ne mund të aktivizojmë trupin ton për ta pajisur mendjen dhe shpirtin me një lloj mbrojtje dhe imuniteti nga çdo lloj ideologjie, ndjesie, dëshire, pasioni, të cilat mund na bëjnë që mendja jon dhe shpirti jon të devijojë nga normat që ka vendosur Allahu subhanahu wa taala për të bërë një jetë qoftë individuale dhe komunitare të rregullt dhe sa më të balancuar. Atëherë nga njëra ana agjërimi ndikon tek dobësimi i pasioneve, të cilat janë dëmshme për njeriu, sepse trupi me lënien e ushqimit nuk merr energjinë përkatëse për të qenë aktiv siç është në ditët e tjera të zakonshme, dhe në këtë mënyrë pra agjërimi i kontrollon gjymtyrët fillimisht, por edhe të brendshme nga ana tjetër për të qenë sa më të përmbajtur. Pejgamberi alayhis salam kur na ka treguar se shejtani rrjedh në trupin e njeriu përmes damarrave të gjakut, ai na tregon edhe mënyrën se mund ta kufizojmë në aktivitetin e tij shumë dikues mbi ne, ku thotë ngushtojani atij lëvizjen me anë të agjërimit. Nga ana tjetër agjërimi përderisa është adhurimi i cili zgjat një farë kohë gjatë dhe njeriu është në këtë mënyrë është i vëmendshëm ndaj veprimeve dhe është më i frenuar ndaj atyre gjunaheve, sepse ekzistenca e Zotit në mendjen tonë dhe shpirtin besimtar është më aktive se në një adhurim i cili është shumë më i shkurtër dhe i limituar, siç mund të jetë namazi apo diçka tjetër. Një nga këshillat që na jepen në librat që lexojmë apo nga islamologët apo ato të cilët shkencëtarët të cilët kanë vendosur shkencën islame dhe trajtojnë çështjen e agjërimit, thonë që kur ta agjëroj besimtari do agjëroj syri, gjua, veshi, goja etj më radh. Jo sepse nëse do agjërojmë duke ruajtur gjymtyrët, ne do përdorim trupin ton si mbrojtje ndaj çdo gjë që dëmton mendjen dhe shpirtin, të cilët nëse do ndryshohen me ndryshimin e besimit islam, ne do të bëjmë një jetë sa më të rregullt dhe do të jemi qytetarë sa më të mirë.